komunës, kandidati për kryetar edhe për një mandat të ardhshëm, ai që me veprat e tij ka treguar se politika është punë, përgjegjësi dhe vizion. Është zëri i qytetarëve, njeriu që ka sjellë zhvillim, investime dhe ka ngritur imazhin e komunës sonë në nivelin më të lartë. Ju ftoj ta përshëndesim me duartrokitje të fuqishme kandidatin me numrin 174, kryetarin ton, zoti Ismail Latifi. Përshëndetje për të gjithë pranishmit, posaçërisht përshëndetje për familjarët e dëshmuarve. Ne kemi plakun, kemi të tjerë që e kanë nderuar turbimin tonë parazgjedhor, Haxhi Xhamali, kryetarin e Këshillit të Fshatit Senami Hoti, doktorin e nderuar, veteranin e Aleancës, aktivistin Isatina, drejtorin e shkollës dhe Zartin. Kemi edhe kryesuesin e kuvendit komunal këtu, se besoj që e nderon edhe këtë turbim, po e ka nderuar edhe komunën tonë, duke kryesuar për më shumë se 2 vite e gjysmë kuvendin e komunës Rahovecit, pra Arbër Zemunin. Kemi shefin e shtabit, nuk e harroj asnjë për jush, nuk ju harroj, po plot njerëz që meritojnë përshëndetje, pra secili e secila që është këtu, edhe secili e secila Prushane, sepse Prusha është simboli i dhimbjes, i sakrificës, i krijimit, i punës, i atë dashurisë, po edhe është tema më e madhe që unë kam në agjendën time dhe kam pasur edhe në të kaluar. Po e përshëndes edhe Artan Zemunin, edhe plot kandidat e kandidate të listës me numër 174, e mbi gjitha do t'i përshëndes grosisht edhe ju ftoj të jep një përkrahje zonjës Elda Hoti, e cila ka një perspektivë të qartë në të ardhmen e afërt, në pikpamja e përfaqësimit dhe kontributeve që ka dëshirë të zjarë dhe vullnet të madh të jep për qytetarët e Prushës, për komunën e Rahovecit. Besoj që është kandidate e denjë, është e re, kandidat për herë të parë, dhe po ashtu vjen nga një familje e denjë që e ka pagu me gjatë sakrificë e krijime lirinë e Kosovës, ashtu siç shumë krucial që e kam dëshmuar me gjatë, me sakrificë dhe me jetë lirinë të cilën e gëzojnë sot brezat që po rriten me liri dhe brezat që vinë pas nesh. Po du të përshëndes po ashtu drejtorin më të suksesshëm, më të mirë që ka pas jo komuna Rahovecit, pra drejtorin e bujqësisë, por Republika e Kosovës dhe ka vlerësimet më të larta edhe nga komunat e Kosovës, edhe nga Asociacioni i Komunave të Kosovës, po edhe nga Ministria e Linjes, pra Ministria e Bujqësisë, sepse asnjëherë angazhimet e tij, kontributet e tij, përvoja e tij nuk kanë mundur t'ju del përpara ose t'ju vëj pengesa pavarësisht bindjeve politike apo pavarësisht kush ka udhëheq me qeverinë e Kosovës. Unë jam shumë i kënaqur me përkushtimin, me angazhimin, me përvojën, me profesionalizmin dhe kontributet e shumta që i ka Berat Duraku, drejtori i ne punojmë gjatë me nënkryetarin e komunës, zotin Fatmiriska, i cili është bartës i listës me numrin 174, i cili përfaqëson një koncept që është i dobishëm, është me interes të qytetarëve të Prushës dhe të komunës Rahovecit, sepse për këtë koncept e për zbatimin e këtij koncepti angazhohemi që të gjithë. Me që jemi në Prushë, këtu në Prushën e madhe, pra ju e dini që ne e respektojmë çdo vendbanim të Republikës Kosovës, respektojmë edhe Prushën e vogël, sepse ka dhënë gjatë, ka dhënë jetë për lirinë e Kosovës
por nuk mund të respektojmë me punë sepse është në kufit administrativ të komunës Prizrenit, ama Krushën e Madhe ne dëshirojmë edhe më tutje të respektojmë e të akthejmë besimin e madhe që na kanë dhënë me punë e veprimtari konkrete të dobishme për komunitetin. E vlen të përmendem disa nga punët e kryera gjatë këtij mandati qeverisës. Rënimi i objekteve të cilat janë në qendër të fshatit me qëllim të ndërtimit të parkut e me qëllim të posaçëm të hapjes së qendrës së fshatit Krushë e Madhe. Projekti i cili do të vazhdojë në mandatin e ri. Ndërtimi dhe funksionalizimi i muzeut të masakrës, muzeu i cili vizitohet më së shumti nga duke filluar nga njerëz akademik edhe deri tek qytetarë të rëndom, jo vetëm nga Republika e Kosovës, por edhe nga kontinente të ndryshme, dhe ky muzeu është bërë me bashkëpunim me Ministrinë e Kulturës, Së dhe Sportit, me Departamentin e Antropologjisë, Fakultetin pra student e drejtimit të arkitekturës, me Bibliotekën Kombëtare Pjetër Bogdani të Republikës Kosovës dhe mbi të gjitha në bashkëpunim të plot e të mirë me komunitetin e Krushës së Madhe, me Këshillin e Fshatit dhe me gjitha ata që për muaj të tërë kanë realizuar edhe intervista, pra rrethimet gojore të të mbijetuarve të masakrës së në Krushë të Madhe, pra e cila është shkaktuar nga forcat e terrorit serb pra të shtetit të Serbisë. Pesa, vlerat, efektet dhe porosia e muzeut të masakrës në Krushë të Madhe janë aq të mëdha, janë të paimagjinueshme edhe për gjithë ata që dëshirojnë të tregojnë, të rrëfejnë se çfarë ka ndodhur këtë vend dhe si duhet të demonstrohen rrëfimet e shumta të atyre që janë ende të vjetuar, rrëfimet e me plot dhimbje, me plot rrëfimet të cilat do t'i shërbejnë edhe studimeve akademike, po edhe çfarë do gjykate që potencialisht mund të krijohet dhe ne insistojmë të krijohet që të dëshkohet gjenocidi, etnocidi serb, e shembull për ta faktuar këtë që ka ndodhur është pikërisht muzeu i masakrës në Krushë të Madhe, një vepër e realizuar pra nga komuna Rauvezit në bashkëpunim me profesionistët, me shumë institucione, por natyrisht edhe në bashkëpunim me komunitetin e Krushës së Madhe, për që jemi falenderosë sepse peshët, vlerat dhe porosit që po jep muzeu i masakrës vazhdojnë të sensibilizojnë dhe të nxisin edhe shumë vizitorë të cilët shohin me sytë e tyre dhe përjetojnë me ndjenjat përzira, pavarësisht se janë nga Krusha, edhe të tjerë se çfarë ka ndodhur në Krushë të Madhe. Ndërtimi aneksit për ansamblin Bajram Suri, natyrisht një kërkesë e nevojshme, e duhur, efektet të cilave natyrisht ne i shohim përmes aktivitetit të gjatë të ansamblit Bajram Suri, i cili këtë vit e ka 50 vjetorin e vetë. Kjo është një porosi që natyrisht ne do dëshirojmë të ajapim që do të rritet përkrahja për ansamblin Bajram Suri, për shoqëritë kulturore artistike, po edhe për kulturën në përgjithësi, për veprat e artit dhe për gjithë ata që kanë talent e dëshirojnë të na mbajnë gjallë shpirtin dhe të na pasurojnë shpirtin përmes aktiviteteve të shumta kulturore. Ndryshimi publik në disa lagje dhe mirëmbajtje. Te kalimi i vështirësive, sepse ka lagje të cilat ne kemi insistuar edhe kemi pas vullnet të plotë edhe në prioritet për ta instaluar ndryshim publik, ose kanë munguar shtryllat e ndryshim publik dhe besoj disa zgjidhje ku vetë fundit i kemi bërë në disa lagje. Kupëzimi disa segmenteve rrugore në disa lagje, projekt që vazhdon. Ndërtimi i fushës sportive me standarde, pra me material të posaçëm tartani në
mjediset e jashtme të shkollës së bukur. Tërmesme të ullë, Bajram Curi në Krusht Modhe, nuk e kemi harruar turnirin e madh fenomenal i cili ka zgjatur gati 3 javë dhe ka kriju një atmosferë jashtëzakonisht impozante në për gati 3 javë rresht dhe kemi qenë bashkërisht edhe në finalen e këtij turniri, për që jam falenderoj Këshillit Organizues dhe të gjithë atyre që kanë kontribuar që të kemi një turnir ashtu siç dëshirojmë ta kemi edhe më të madh edhe më të organizuar në të ardhmen. Ndërtimi dhe funksionalizimi i plotit qerdhës për fëmijë. Kamera dhe sigurisë në shkollën fillore të mesme të ullë Bajram Curi, tabela digitale, mjete konkretizimi, kabinetet e fizikës, kimisë dhe biologjisë. Ndërhyrje dhe përmirësime në infrastrukturën e shkollës mesme të lartë Ukshin Hodi, të cilat do të vazhdojnë. Agrofesta është mbajtur edhe në këtë vit dhe është mbështetur në vazhdimsi nga komuna Rahovecit, për që jam falenderoj për prodhosit, për bujqit, pa dhe për Këshillin Organizues. Mirëmbajtja e rrugëve, marrëzave, heqja e deponive ilegale e të tjerë, angazhime të cilat nuk do të ndahen. Kompleksi muzeor Ukshin Hodi, faza 2 dhe përfundimtare, vizitat shumëta, ngjarje, aktivitete përkujtimore, madje edhe institucionale në këtë vend të bekuar që tashmë quhet kompleksi muzeor Ukshin Hodi. Bursat për student dhe nxënës, si dhe praktik me pagesë në bashkëpunim me sektorin privat. Do të arrijmë numrin e bursisëve dhe do të rritet mbështetja edhe numri i atyre që do të bëjnë praktikën me pagesë qoftë në sektorin publik, qoftë në koordinim në bashkëpunim me biznesin. Pasurimi i bibliotekës me libra, renovimi i qendrës së mjekësisë familjare, Dr. Faredin Hodi, pajisje dhe rritja funksionalitetit dhe efikasitetit e këtë qendër, zgjerimi i shërbimeve, kujdesi paliativ ose kujdesi shtëpiak. Kiosku, i cili është këtu në Krusht Modhe, ku mund të merren shërbime 24 orë, natyrisht nga ata që kanë nevojë të marrin shërbime, certifikata e tjera, disa prej shërbimeve i marrin këtu, pa pas nevojë me shku në zyrën e gjendjes civile apo për të ardhur në Rahovec. Çka është në proces, çka është në kontroll? Kolektori i madh dhe asfaltimi i rrugës drejt Drinjit të Bardh. Ne jemi hapur dhe i pranojmë vonesat të cilat kanë ndodhur në këtë projekt, qoftë për shkak të ndërhyrjes së thesarit, në mënyrë për shkak të zbatimit të procedurave përmbarimore për kontratën kolektive, qoftë edhe për arsye objektive, operatori është vonuar dhe ky projekt është i kontraktuar, kontrata ende është aktive. Shtrati i lumit që ndon Krushën me Celinën dhe rrugë e para bashkë me elementet e tjera standarde si qetëbrimi, ndriçimi, rruga Arif Shala, vonesat janë evidente, mirë po ne kemi besoj një mundësi që sapo të kemi lirimin e shtyllave, largimin atyre shtyllave, 4 shtyllave nga Keci, atëherë besoj që mund të rikthehemi në punishte dhe mund ta funksionalizojmë ose mund ta realizojmë në një afat optimal edhe këtë projekt. Lutem të nderuar qytetarë të dashur krushian, cilat janë prioritetet për 4 vitet e ardhshme. Plan rregullues në zonën e quajtur Lëndinat e Krushës, e ju e dini më së miri, po e di edhe unë sepse pothuajse gati janë bërë si me qenë banor i Krushës. Rruga nga kompleksi përkujtimor deri te qerdhja për fëmijë. Kompleksi përkujtimor i varrezave të dëshmorëve, të martirëve, po ku janë edhe ato shenjat që simbolizojnë të pagjeturit ose të zhdukurit me forcë, me dhunë, nga ushtria, policia dhe organet e sigurimit serb. Kupëzimi i rrugëve të lartë, të mbetura ende pa kupëzuar. Pastrimi i ujrave të zeza, ndërtimi i impianteve që
dikush ndoshta ka dilema, unë nuk e kam asnjë dilemë, sepse janë të përballueshme për buxhetin e komunës, po pse jo edhe me ndihmën e donatorëve që të ndërtojmë impiante ujrave të zeza, të vegjël, të mesëm dhe të pak më të mëdhenj, varësisht prej numrit të banorëve, ato kalkulohen dhe besoj që ujrat e zeza që derdhen diku në Drim, të Krushës së Madhe, derdhen 100% të zeza, po përmes këtyre ndërtimit të këtyre impianteve ose gropave septike me standarde, 70% i pastrojnë këto gropa septike ose këto impiant, dhe do të ishin të lumtur nëse ne si komunë do të arrijmë të realizojmë ndërtimin e këtyre impianteve të ujrave të zeza. Pastrimi të ujrave të zeza do të jetë komuna e parë në Republikën e Kosovës që do të bëjë një zgjidhje pse jo edhe afatxhat, sepse ne kemi një marrëveshje edhe me KRU Gjakovën për mirëmbajtjen ose pastrimin e mbetjeve të në gropat septike ose në impiant të ujrave të zeza. 6 janë ndërtuar, 6 i kemi në kontraktim dhe 30 të tjera e ndoshta në Krushë të Madhe mund të jenë 2 ose 3 në mënyrë që efektivisht të ndodhë një pastrim me standarde i ujrave të zeza, pra deri në 70%. Deponi legale për inertë, ju lutem të dashur krushian. Nuk mund ta imagjinoni dot që nga Krusha të shkohen në rrugën Ravec-Drenac dhe të derdhen inertët ose të hidhen inertët aty dhe mbeturinat e vëllëmshme. Ne bashkë me ju, po ju premtoj, duhet ta gjejmë një lokacion të përshtatshëm, ta certifikojmë deponinë, pra ta bëjmë legale dhe të mundsojmë banorëve të kësaj treve që inertët dhe mbeturinat e vëllëmshme ti hedhin aty ku kanë vendin, e kjo deponi pastaj ligjërisht ne obligohemi si institucione që të krijojmë marrëdhënie kontraktuale për mirëmbajtjen aktive sistematike të deponive legale. Zgjerimi i ndriçimit publik aty ku ka nevojë. Shkolla e mesme lartë Ushin Hoti, renovimi. Synojmë që në thirrjen e parë që do të hapet ta shtim në programin për eficiencën e energjisë edhe objektin apo krejt infrastrukturën fizike të objektit të shkollës mesme të lartë Ushin Hoti, e dim çka ndodh. Termoizolim, ndrimi çatis, ndrimi dyrëve, dritarëve, ndrimi poçave elektrik dhe plot elementet të cilat e bëjnë një shkollë një objekt standard edhe në përputhshmëri me nevojat me nevojat që kemi, me kërkesat që kemi, po edhe natyrisht edhe me kushte të përshtatshme për mësimdhënie dhe mësimdhënie cilësore. Sallët e edukatës fizike kemi pritur jashtëzakonisht kemi shpresuar që megjithatë atij objekti të bukur, asaj sale ose asaj fushë të bukur sportive me material veçantë që ka kushtuar jo pak, ti ta kemi edhe një sallë të edukatës fizike për nevojat e shkollës mesme tonë Bajramsuli. Nuk është futur në buxhet këtë vit, në qoftë se do të futet në buxhet për vitin 2026, edhe pse jemi të vetëdijshëm se s'ka as parlament as qeveri, atëherë ne do ta heqim nga projekcionet tona, nga prioritetet tona. Në qoftë se deri në nëntor, dhjetor, kur është afati për votimin e buxhetit për vitin 2026 në Kuvendin e Republikës Kosovës, do të kemi risi për këtë projekt, ne edhe mund ta smangim. Nëse jo, unë ju siguroj që në prioriteti i lartë do të jetë edhe ndërtimi i sallës së edukatës fizike për nevojat e sportistëve, nxënësve, talentëve, mësimdhënësve të shkollës mesme tonë Bajramsuli. Po du me thënë diçka s'ka pa risi në prioritetet tona. Unë ju premtoj, edhe me sigurinë më të lartë, ju premtoj mbulumin e policës së sigurimit shëndetësor për fëmijët me qerë. Dikush ka thënë që pse veç fëmijët që shkojnë qerë, pse edhe jo të tjerë. Nëpërmjet këtij veprimi, ne dojmë mi siguru prindërit e fëmijëve që i çojnë qerë, që sigurimi shëndetësor kanë të mbuluar nga komuna Ravec. Shpresoj që s'do të ndodhë kurrë asgjë, por ne do ta kemë të mbuluar nga komuna Ravec, s'do të paguajnë asgjë. Fala se ta kenë
Dhe ky veprim mundson, po ashtu është edhe një lloj nxitje që prindërit, nënat, baballarët tanë, le t'i dërgojnë fëmijët në qerë. Le të rritet numri i fëmijëve që shkojnë në qerë, sepse është mundësi e jashtëzakonshme që prindërit ta kenë një kujdes institucional në gjatë qëndrimit të tyre në qerë, sepse aty e kanë shujtën, aty e kanë sigurimin shëndetësor që do ta bëjnë, aty kanë edhe plot mundësi, lodra edhe atraksione të cilat sigurisht ndikojnë edhe në psikologjinë e tyre, po edhe ndikojnë që të kenë një rritje, një edukim të hershëm pra që si fëmijë në qerë. 750 euro për çdo lindje në qendër kryesore mjekësisë familjare që me respekt e bën emrin e dëshmorit doktor Paradin Hodë. Po për lindjet të cilat ndodhin në maternitetin e Rahovecit. Pra 50% rritje të vlerës financiare për çdo lindje që ndodh në maternitetin e Rahovecit. Në qoftë do të kemi mundësi, do të shqyrtojmë me vëmendje të plotë se çfarë do të bëhet me lindjet të cilat ndodhin me rekomandime të specialistëve ginekologëve që i mund të orientojnë përmes një raportit posaçëm a mund të ndihmojmë edhe ato lindje që përcillen intensivisht nga mamit dhe specialistë që i kemi në maternitet. Ju lutem edhe pak se s'kam shumë, teknologji të re për modernizimin e bujqësisë, serra të mençura, mbrojtje e bimëve përmes angazhimit të ekspertëve që këshillojnë dhe ndihmojnë, analiza për tokën, shërbime falës. Spërkatje përmes dronit, jemi në lukun e punës, do ditë nështë nga kanë mundësu shiu, shpresojmë që prodhimet e mbetura në tokat e Krushës, në arat e punuara, na mundsoj Zoti që t'i ftit këtë bereqet brenda edhe familjet tona ndohen sa më mirë me bereqetin e këtij viti. Uroj për një bereqet edhe më të madh për vitin e ri 2026. Faleminderit për vëmendje. Si që keni këtu, do të është në formatin më të vogël, kuptohet, edhe keni numri 174 këtu në anën e majt, edhe në balkoni, ti kun pikën X-in, çfarë do shenje, do të miret si sakt, edhe keni kryetarin Smajl Latifi me Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës me numrin 174, ku në këtë numër me punë gjitha që i kemi bërë, që kemi me vazhdu me punë mirë me i bërë, jemi bashkërisht. Për post të do të kryetarit, ju do të keni edhe një fletvotim tjetër, ku zgjedhet asambleja komunale përkatësisht kandidatët për asamblejë. Do të fletvotimi duket kështu, në krahun e majt e keni numrin 174, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, në cilësinë e bacës listës unë Fatmir Iska, si dhe në krahun e djathtë keni numrat prej 2 deri në numrin 30. Ajo që duhet bëni ju i keni 2 kandidatë. E keni Beratin me numrin 7, si dhe Erdën e keni me numër 12. Mirë po për dallim prej zgjedhjeve qendrore, në zgjedhjet lokale votohet vetëm njëri kandidat për asamblejë. Nëse i votoni 2 ose më shumë kandidat, fletvotimi është i pavlefshëm. Do të vetëm njëri kandidat votohet. Ose Berati ose Erda. Për zgjedhja vetë jetë e ju. Do të tiku në numrin 174, si dhe numrin e kandidatëve që i keni prej Krushës Madhe. Edhe krejt në fund, ne i kemi diku 15, ose gjysmën e asamblejshme. E kemi kryesuesin ushti Krushës. Për mi bo 2, na duhet që me i votu buxhetet, edhe gjitha mendimet që votojnë, duhet me i pas 2. E i keni edhe Beratin, edhe Erdën, na ndihmoni që 2 të qënë kuvend, edhe ta kemi një më shumë se gjysma, edhe gjitha punë me i bo bashkërisht. Krejt në fund, me 12 tetor, dikni sa ma masivisht